Sipas vlerësimit të klientit tim është edhe çështja e sqarimit të nevojës për përcaktimin e qartë, hyrjen në posedim dhe shfrytëzim nga paditësit të objektit të ndërtuar deri në momentin kur i është pamundsuar zotit Gorani në mënyrë të kundërligjshme që të vazhdoj përfundimin e punimeve edhe sipas ofertës së fundit të nënshkruar me dëshmitarin e përbashkët propozuar zotin Mulliq. Betimi për drejtësi ka tentuar të marrë në intervistë edhe Goranin dhe avokatin e tij, po ata kanë refuzuar të flasin. Mendojmë se në këtë fazë të gjykimit nuk duhet të jepen intervistat të njëanshme. Gjykimi është i rregullt, i hapur, transparent. Në fazat e mëvojshme ekziston edhe mundësia për intervista. Edhe avokati Dobruna ka thënë se nuk mund të prononcohet pa aprovim të klientit të tij, ndërsa zvarritjet në rast i ka konsideruar si në çdo rast tjetër. Kështu betimi për drejtësi ka dërguar Goranit pyetjet me shkrem, lidhur me pretendimin e palëve për këtë rast. Por ndonse ai është shprehur se janë duke i përgatitur përgjigjet, deri në publikimin e këtij emisioni nuk e kemi pranuar versionin e tij për këtë rast.